Në tejkalim të çdo afati dhe kur përmbyll muajin e 7 të nisjes së punës, si dhe pas një seri kronikash të TV1 Channel, ka nisur më në fund asfaltimi 325 metrave të rrugës Don Bosco në Shkodër. Për të ndjekur nga afër nisjen e kësaj faze përfundimtare në terren ashtu siç bëri 7 muaj më parë, kur tha se investimi do të përfundonte në pak javë, ishte kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci. Ndërhyrja në këtë rrugë u kthye në makt për qytetarët, pasi zvarritja punimeve bëri që edhe festat e fundvitit ta gjenin mes gropave me ujë balt këtë aks të rëndësishëm rrugor, që përshkon disa institucione dhe lidh qendrën e qytetit me disa segmente rrugore. Tashmë me përfundimin e ndërhyrjes për ndërtimin e rrjetit të ujrave të bardha e të zeza, sistemimin e trotuareve dhe vendosjen e ndriçimit, me asfaltimin mbyllet saga një investimi që zgjati më shumë se ka gjatësi si rrugë, e me qenë se nuk e festoi vitin e ri me pamje të re, së paku vitin e ri kinez do ta pres me këtë imazh të ndryshuar.